Përshëndetje Demokratë të Qarku Durrës. Përshëndetje kandidatë të koalicionit të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Përshëndetje lideri historik, kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Zoti Sali Berisha. Të nderuar pjesëmarrës, ju ftoj të nderojmë himnin kombëtar. Sot, më shumë se kurrë, jemi bërë bashkë për të treguar se gjithçka është e mundur. Të gjithë bashkë jemi dëshmitarë se si ky qytet dhe ky qark është prekur më shumë nga keqeverisja e këtyre 12 viteve. Unë përfaqësoj rinin dhe si e tillë konstatoj se ky është një nga qarqet më të prekura në largimin e rinisë jashtë vendit. Ndonse të rinjve u ka humbur besimi dhe shpresa, zgjidhja e vetme u vjen nëpërmjet programit ambicioz që Partia Demokratike ka ndërtuar për të dalë nga kjo situatë alarmante, ku korrupsioni dhe keqeverisja, ekonomia dhe mirëqenia, turizmi dhe trashëgimia kulturore, shkatrimi i sistemit arsimor dhe shëndetësor, siguria ushqimore, bujqësia dhe shumë fusha të tjera janë në ditët më të këqija të qeverisjes së këtyre viteve. Sot, të gjithë ne bashkë kemi më shumë arsye për t'i thënë jo korrupsionit mbytës në çdo qelisë të kësaj narkoqeverisje. Dhe gjithashtu, duhet të marrim përsipër secili nga ne që gjërat të shkojnë ndryshe në këtë vend të mrekullueshëm. Qytetarët e këtij qyteti, qarku dhe mëgjerë, meriton të trajtohen si qytetarët të cilët janë pjesë e Europës dhe jo e mashtrimeve të bëra deri tani. Mbështetja për Partinë Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore vjen natyrshëm sepse koha ka treguar që ne jemi njerëz që e duam këtë vend dhe jemi të vetmi që kemi bërë realitet shumë gjëra, ashtu si do të bëjmë në 11 maj realitet Shqipërinë Madhështore. Thirrja ime është që të bëhemi gjithë bashkë në 11 maj për ndryshimin e madh që i nevojitet këtij vendi dhe shpresën që do t'i jap Partia Demokratike njerëzve që duan të ndërtojnë jetën e tyre në këtë vend të mrekullueshëm me mundësi shumë të mëdha. Faleminderit. Ai është mësues pensionist i dekoruar me urdhrin Naim Frashëri nga presidenti Zoti Sali Berisha. Ftojmë për të marrë pjesë Zotin Lutfi Taka. Të dashur bashkëqytetar të mi, antar të Partisë Demokratike dhe simpatizant, zemra e kombit shqiptar. Fort i nderuari profesor Dr. Sali Berisha.
ndjem shumë i nderuar që ndodhem këtu tash në këtë ambient mes demokratëve të rrethit ton dhe drejtuesit kryesor të vendit ton dhe së ardhmi kryeministrit të Shqipërisë. Quhem Lutfi Duka. Me profesion arsimtar. Kam punuar 45 vite, duke filluar që nga Hasi e deri në Durrës. Kemi punuar si gjithë brezi jonë me përkushim të madh për të edukuar një brez të ri që tjetë e sigurt e ardhmja e këtij vendi. Në periudhën kur punuam ne, kishim mbështetjen e fuqishme nga qeveria e drejtuar nga kryeministri jon, ish presidenti Zoti Sali Berisha. Jo vetëm moralisht, por dhe nga ana ekonomike rroga ngrihej nga viti në vit, gjë që vlen për të dëshiruar në këto vite, në këto 12 vite. Nuk dua ta zgjas se këtu do kishte dëshirë secili të thoshte disa fjalë, por i bëj thirrje, sidomos pensionistëve që jemi një numër i madh, të vejmë nga një gur gjithë së bashku për të ndërtuar qeverinë e re me një kryeministrin Sali Berisha. Faleminderit. Faleminderit. Ai është aktivisti i mbrojtjes së kazave qytetare. Ftojmë për të marrë fjalën zotin Artion Bariamaj. I nderuar profesor doktor Sali Berisha, simbol i rezistencës në Shqipëri, të nderuar pjesëtar të strukturave të Partisë Demokratike, kryetar degësh, kryetar grup seksionesh, kryetar seksionesh, antar kryesie, luftëtar të pamposhtur në këtë betejë 12 vjeçare, simbole të dignitetit, këmbguljes, energjisë dhe besimit. Të nderuar kandidat të Partisë Demokratike, motori kryesor i kësaj fushate elektorale dhe figura për të cilat ne jemi krenar sot, të nderuar antar të Partisë Demokratike, të nderuar votues të Partisë Demokratike, mbështetës i tanë kryesor, burimi primar i energjisë i forcës tonë politike. Unë quhem Artion Bariamaj, jam lindur dhe rritur në Durrës, kam ndjekur studimet në këtë qytet, jam diplomuar, jam punësuar, jam investuar në simpërmarrje bashkë me bashkëpunëtor dhe së fundmi po ndërtoj edhe familjen time në këtë qytet. Ajo që po kuptojmë çdo ditë është se edhe nëse një person përpiqet të shndrojë larg politikës, është politika që bëhet pjesë e saj. Mundësitë e mira të studimit janë ekskluzivitet i njerëzve të lidhur me regjimin. Mundësitë e mira të punësimit janë ekskluzivitet i njerëzve të lidhur me regjimin. Mundësitë e mira të bërit biznes janë ekskluzivitet i njerëzve të lidhur me regjimin. Në Durrës është e pamundur të kesh sukses nëse nuk je i lidhur me regjimin. Rinia e qytetit nga ky regjim kategorizohet në 2 kategori ose grupime: opozitar të pabindur, si të rinjt FRPD dhe shumë të rinj të tjerë me mendim ndryshe në Shqipëri, dhe petalet e trëndafilit socialist që mund të gënjehen me një not kaluse në një gjimnaz apo në universitet, me një vend pune dembelash në administratë shtetërore, e cila nuk shërben as pak për të rritur profesionalitetin e personit, apo me një këngë të Noizit, ku tregohet se si arti i servilozet pushtetit.
Për këto arsye sot, them me bindje se ne jemi lodhur nga padrejtësitë, ne jemi lodhur nga mungesa e mundësive. Ne jemi lodhur nga një qeveri që e trajton rinin si problem dhe jo si potencial që na detyron të largohemi. Ne jemi lodhur nga realiteti i errët që përjetojmë çdo ditë këtu. Ne jemi lodhur nga korrupsioni në arsim, nga mungesa e ilaçeve dhe pajisjeve në spitalin e Durrësit, nga korrupsioni në hipotek, OSHE, UKD dhe çdo institucion tjetër. Ne jemi lodhur nga kryetaria e paaft dhe jo kompetente e Bashkisë Durrës, e cila mban qytetin në gjumë letargjik edhe pse sezoni veror është dinamik çdo vit. Jemi lodhur nga deputetët socialistë që nuk reagojnë sa herë qyteti shkatërohet. Po dal pak nga fjalimi, po dua t'ju tregoj 2 episode që kam patur me 2 nga kandidatët që kemi dal. Kemi dal në terren në zonën e Spitalës, kemi dal në terren në zonën e Ishknetës. Po tentonim të studionim zonat e majta dhe t'ju themi diçka fantastike. Na kanë pritur në mënyrë të jashtëzakonshme. Na kanë pritur më mirë se sa në vitin 2021. 2021 që kishi frikë dhe jepnin emër, numër telefoni. Kësa rrallë më shumë se sa gjysma e personave. Na dhanë numra telefoni, kontakte dhe thanë, dilni luftoni se jemi me ju. Dhe duam që ju të dallishni. E mbylla se nuk duhet asgjë pa tjetër. Shqipëria që duam nuk është ajo që ikën, por ajo që ndërton. Dhe ne duam ta ndërtojmë Shqipërinë me vot, me bashkim, me punë, me vizion dhe me guximin se nuk do të nënshtrohemi kurrë. Roft rinia shqiptare, roft Durrësi që zgjohet dhe lufton, roft Sukthi, roft Ishmi, roft Katundiri, Rashbulli, Xhavzotaj, Manca, Maminasi, Iskneta apo Durrësi i ri, Porto Romano, Plazhi, roft Kruja, Thumana, Borizana, Malsia, roft Fushkruja, Nikla, Bupshi, Tapiza, Rinasi, roft Shiaku, roft Qepalaj, roft Partia Demokratike. Dhe për rilindasit dhe propagandën e tyre rilindasit që nuk e durojnë do të vërtetën dhe me zi presin të afshin historinë me gomë, unë do të shkruaj sot me zë bashkë me ju, Rof Sali Berisha! Ftojmë për të marrë fjallën zotin Njazit Bajo. Përshëndetje miq, unë quhem Njazit Bajo, profesor Bajo SHPK në Shijak. Ne kemi nisur rrugtimin tonë të biznesit në vitin 1994 si prodhues buke dhe ndryshuam destinacion në vitin 1998 në fasoneri dhe në konfeksione, për tregun vendas dhe të jashtëm. Sot kemi 19 të punësuar. E di mirë çfarë do të thotë të mbash në këmbë një biznes në Shqipëri. Por gjithashtu e dim shumë mirë edhe sa vështirë është ta mbash gjallë këtë klimë ekonomike ku sipërmarrësi ndëshkohet dhe konkurrenca ndershme nuk ekziston. Po e them vetëm disa nga sfidat tona. Kursi i kombimit që ndryshon, ndërsa kontratat tona janë afatgjata, me njëherë të pavlefshme. Mungesa e fuqisë punëtore, sepse të rinjt po emigrojnë. Nuk kemi shkolla profesionale që të na përgatisin për punonjës të kualifikuar. Mungesa e financimeve apo e kredive të buta. Nuk ka politika nxitëse për investim në teknologji. Dhe mbi të gjitha konkurrenca e pandershme, ku ata që nuk paguajnë tatime trajtohen si të përkëdhelërit e qeverisë.
Prandaj jam këtu sot, jo vetëm për veten time, por edhe për biznese qindra si ime. Sali Berisha dhe Partia Demokratike ka një plan të qartë dhe konkret për fasonerit dhe për sipërmarrjen shqiptare, stabiliteti financiar dhe reforma fiskale, mbështetje dhe kredito buta për teknologji dhe investim, rikthimi në shkollave profesionale dhe më rëndësishmja një shtet që nuk konkuron pa drejtësisht me biznesin. Ne kemi nevojë për një qeveri që e kupton sipërmarrjen, jo e pengon atë. Dhe unë besoj që kjo qeveri e re do vi me Sali Berisha në krye. Faleminderit. Zoti bekov punën, njeriu që punon, edhe Shqipërinë që prodhon. Ju faleminderit. Ai është drejtuesi politik i qarkut Durrës. Ftojmë për të marrë fjalën zotin Oert Bylykbashi. Të nderuar qytetarë të Durrësit, shijakut, krujës, fushkrujës, të nderuar demokrate dhe demokrat, të nderuar kandidat të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, i nderuar lider i Partisë Demokratike dhe i opozitës profesor doktor Sali Berisha. Mirë se keni ardhur sot në këtë hapje fantastike, madhështore, të fushatës në qarkun e Durrësit. Të gjithë ne kemi përshkruar së bashku një rrugtim të gjatë e të mundimshëm, një pelegrinazh 34 vjeçar drejt një qëllimi, Shqipërisë si gjithë Evropa, pluraliste, demokratike, e begat, ku njerëzit jetojnë me shpresë, mundësi dhe shanset barabarta për veten dhe familjen e tyre. Por ka 12 vjetë që Edi Rama i ka futur shqiptarët në një shteg pa krye. Europa është si një vegim i një oazi në shkretir që largohet sa më shumë që mendon që i afrohesh. Korrupsioni, krimi organizuar, trafiku i drogës, pastrimi para spisët në ndërtesa shumëkatëshe, grabitja e pronës, shkelja të drejtave nga një shtet i politizuar, mungesa e drejtësisë, vrasja e shpresës dhe largimi nga Shqipëria, këto janë kryefjalët e keq qeverisjes së Edi Ramës. Po ikin të rinjt se nuk gjejnë mundësi, po ikin familjarët sepse nuk kanë siguri për të ardhmen e tyre dhe të fëmijëve tyre, po ikin profesionistët dhe specialistët në çdo fushë, po ikin sipërmarrësit duke mbyllur bizneset, po mbyllen shkollat, sepse po ikin nxënësit, po ikin dhe mësuesit, po ikin mjekët, infermierët, po ikin sepse po kërkojnë shpresë diku tjetër se atë nuk e gjejnë këtu. Durrësi është vetrina e çdo aspekti të qeverisjes grabitqare të Edi Ramës, grabitqare dhe arrogante. Kruja është modeli se si mund të shpopullohet një qytet simbol i kombit, duke zhveshur nga institucionet, duke hequr mundësit, duke hequr identitetin. Fushkruja dhe shijaku janë shembuj harrese dhe keq qeverisje, apo qeverisje në bashkëpunim me krimin. Porti i Durrësit miq. Porti që ju grabit, jo vetëm durrësakëve, po gjithë shqiptarëve, për t'ju dhënë alabarit, klientit e Edi Ramës. Në fakt, është grabitje që ka bërë vetë Edi Rama, është simbol se si ai nuk ka kufi nëse vazhdon të qëndroj në karriken e pushtetit. Përdori parlamentin dhe gjykatën kushtetuese si noter për të vulosur këtë grabitje skandaloze, kriminale të asetit më të madh publik, porti i Durrësit. Vetëm pak kilometra më në veri se këtu, gjendet edhe një skenë tjetër krimi e Edi Ramës. Ekoparku e mbyllën vend depozitimin e mbetjeve të qytetit Durrësit, por nuk ndërtuan një të ri modern. Preferuan që t'i çojnë në Tiranë,
ku çdo ton kushton 45 euro për ton për ta çuar, më shumë se i kushton Tiranës, tek incineratori që nuk ekziston. 3 milion euro në vit i kushton Durrësakëve kjo aferë korruptive. Por nuk është vetëm kaq, miq. Deri më sot ne kemi denoncuar në SPAK këtë aferë skandaloze që kushtoi 19 milion euro, po që ka bërë vetëm 6 milion për të ndërtuar dhe 13 milion euro i kanë futur në xhepat e tyre. Ne kemi denoncuar, por SPAK-u nuk ka lëvizur ende. Sot ka dalë prova tjetër që provon se si Edi Rama është i përfshirë drejt për drejt në këtë aferë korruptive. Ne nuk do ta lëm pa i shkuar deri në fund drejtësisë për këtë dhe çdo aferë tjetër të tij dhe të gjithë enturazhet ti në Durrës, në Kruj, në Fushkruj, në Shijak, në gjithë Shqipërinë. Ky është modeli i qeverisë së Edi Ramës. Prandaj sot ka njerëz që ka 2 vite që nuk i marrin bonuset e qeras pas tërmetit. Ende si marrin. Do t'i marrin sa po të kthehemi ne. 100%, gjithçka që i mungon. Kushdo që u prek do të marri atë që i takon, jo sipas preferencës politike. Ka njerëz që marrin pension qesharak. Ka njerëz të cilët nuk i marrin dot pronat apo nuk i zhvillojnë dot pronat tyre se nuk do Edi Rama. Ka njerëz pafund që ende mbahen varur për legalizimit. Do të mbyllet kjo plagë menjëherë. Ka njerëz që nuk zhvillojnë dot biznesin e tyre se nuk kanë siguri. Nuk ka shëndetësi në këtë vend, nuk ka arsim, nuk ka siguri. Nga 4.7 milion shtetas shqiptar të gjallë dhe të regjistruar, rreth 2.7 milion janë jashtë Shqipërisë. Më pak se 2 milion janë këtë vend. Mos harroni që 1.100.000 janë larguar vetëm në 10 vitet e fundit në vendet Schengen, pa llogaritur Shtetet e Bashkuara, Kanadan, Mbretërinë e Bashkuar. Janë 250.000 shqiptar që janë regjistruar me shpresë për të votuar më 11 maj me shpresën që ata mund të bëjnë ndryshimin bashkë me gjithë ju. Kur njerëzit kërkojnë shpresë, aty ndodh edhe ndryshimi. Do të citoj një njerëz të madh. E pamundura është vetëm një fjalë e madhe që thuhet nga njerëz të vegjël, që e kanë më të lehtë jetojnë në botën që i kanë dhënë se sa të eksplorojnë fuqitë e tyre për ta ndryshuar atë botë. E pamundura nuk është fakt, është opinion. E pamundura nuk është deklarat, është një sfidë. E pamundura është potencial, e pamundura është e përkohshme, e pamundura është asgjë. Këto janë fjalët e boksierit legjendar Muhamet Ali. E pamundura për demokratët, për Sali Berishën, është asgjë. Bëm të pamundurën nga 2005 në 2013, kur futëm brenda 2 vitesh të gjitha bandat anë kënd Shqipërisë i futëm në burg. Shtruam 11.000 kilometra, rruga, autostrada, hapëm tunele, dyfishuam rroga dhe pensione duke ulur taksat më të ultat në rajon. Sollëm investitorët më të mëdhenj, përfshirë Tapin, erdhëm bankat më të mëdha europiane, sot nuk janë më. Shtrimi internetin anë kënd vendit dhe në çdo celular. Investuan në shkolla, në spitale. Shqiptarët filluan të vinin nga diaspora për të investuar kursimet e tyre. Këtë bëm ne. Bëm të pamundurën, edhe kur u dham shqiptarëve pasaportën me cilën sot udhtojnë me dinjitet dhe pa viza në gjithë Evropën. Futëm Shqipërinë në NATO dhe e quam në prag të statusit vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Ne provuam atëhere se e pamundura është asgjë. Këto janë vetëm, to që thash janë vetëm hipoteka e besimit për çdo shqiptar, për atë që ne do të bëjmë duke filluar nga 12 maj, ditën e parë të fitores të demokratëve koalicionit Partisë Demokratike. Do të bëjmë diçka të madhe. Shqipërinë e shpresës, të mundësive, zhvillimit dhe dinjitetit, Shqipërinë madhështore, miq.
Ne kemi një program fantastik që zhduk mjerimin. Parat e taksave i shpenzon për nevojat e njerëzve dhe familjeve tyre. Rrit pensionet dhe pagat, investon në arsim, shëndetësi, siguri, hap mundësit e zhvillimit në sipërmarrje dhe bujqësi. Made in Albania është sfida jonë. Ne kemi një buqet të shkëlqyer, kandidatësh këtu në Durrës dhe në gjithë Shqipërinë. E pamundur është asgjë për Sali Berishën, demokratët dhe shqiptarët. Më 11 maj, me bekimin e Zotit, me forcën tonë, me përpjekjet tona të parreshtura, do të fitojmë për gjithë shqiptarët. Fitore, fitore, fitore! Tani është momenti të prezantojmë dhe të ftojmë në skenë listën e kandidatëve të qarku Durrës, të koalicionit të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Oert Bylykbashi, drejtues politik i qarkut, jurist. Ftojmë Artan Lukun, mjek veterinar. Manjola Luku, mjeke farmaciste. Gent Strazimiri, jurist. Igli Cara, ekonomist dhe biolog. Skënder Dika, artist. Edlira Harizi Shemse, mjeke neurologe. Adriatik Hoxha, sportist dhe jurist. Jola Hysaj, studiuese kulture dhe pedagoge. Aulon Kalaja, gazetar. Viola Kapitani, mjeke veterinare. Iliriana Kuçana, politologe dhe pedagoge. Shqyqyri Myrtollari, ekonomist. Arjan Ndoja, jurist. Ndrec Pjetri, jurist. Pëllum Shullazi, jurist. Andja Ulliri, arkitekte. Emri Vata, ekspert sigurie dhe avokat. Petro Vokopola, farmacist. Ftojmë në podium liderin ton historik, kryeministrin e arshëm të Shqipërisë, profesor doktor Sali Berisha. Banor të mrekullueshëm të Durrësit dhe rrethit të Durrësit. Të pranishëm në këtë sallë, në qytet, në Shqipëri dhe kudo që jeni. Duhet përulem me mirënjohjen më të pakufishme. Duhet përulem me nderimin më të madh para jush, kryetarëve të këtij qyteti. Energjia, entuziazmi,
i shpirtit dhe zemrave tuaja përvërshon sot në të katëran të Durrësit dhe Shqipërisë. Ju jeni tashmë simboli fitores më të thellë të opozitës shqiptare, simboli i triumfit, simboli i ndarjes shqiptarëve nga e keqja e përmbysjes diktaturës së dytë, diktaturës së drogës dhe krimit ndaj tyre. I dashur Zoti Oerd Bylykbashi, udhëheqës politik i qarkut Durrësit. Zoti Genti Strazimiri, udhëheqës politik i Krujës dhe Fushkrujës. Të dashur drejtues të degëve të Durrësit, Sukthit, Krujës dhe Fushkrujës dhe Shijakut. Një përshtetjet për zemër, për ju, por shpreh gjithashtu dhe unë krenarin time me këto zonja dhe zotri që do përfaqësojnë ju. Shumë herë kam paraqitur në këtë qytet përfaqësuesit tuaj, por kur një ekip të tillë, të mrekullueshëm, një ekip qytetarësh të përkushtuar, një ekip dijitoz, një ekip që e don Durrësin dhe Shqipërinë si këta, nuk kemi patur. Miqtë e mi, java që lam pas ishte java e mbarësisë së madhe për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ishte java në të cilën ju, opozitarët dhe opozitarët, që përjetuat 12 vite një regjim narko-diktatorial, një regjim që varfroi dhe shkretoi Shqipërinë më shumë se çdo pushtim tjetër. U dëshmuar qytetarë të fitores. Në rrugë të Durrësit, në sheshet e tij, në fshatrat e këtij qarku, ndjehet frynë e fitores tuaj, buron nga shpirti, buron nga zemra, e njerëzve të lirë, njerëzve të pamposhtur si që jeni ju. A e dini ju o qytetarë të mirë, se këtu në Durrës, filloi këtu në Durrës, në një nga sallat e Durrësit, u zhvillue disfate e pare e Edi Ramës. Aty ai mblodhi zonjat në Motra Gra dhe donte tani të tregonte para shqiptarve se e përsia e tij, ky mizogen që është kryeministri më mizogen i Europës. Donte
donë të paraqitej se ka mbështetjen masive të grave, çfarë ndodhi? Gratë e bojkotuar, kishte parashikuar aktivitet kombëtar, me qenë se nuk e kam në iPad, por e kam në telefon, nesër do të botoj se çfarë tha ai pas dështimit që pësoj në takimin me gratë të Durrës. A ju tha bashkëpunëtorëve të tij, e po kjo nuk na shkoj mirë, na pas syri i keq. Në fakt, syri i keq, më i keq është ai. Një nderim për të gjitha ato gra dhe vajza që i bojkotuan atë. Ato nëna dhe motra, ato nëna të cilat ja hoqi fëmijët nga sofra, i detyroi të nisin rrugëve të botës sepse s'u del kafshata. Ato nëna të cilat ja u ndërpreu shkollën fëmijëve me mesatarin e tij. Ato nëna të cilat fëmijëve të cilat ofrojnë drogën dhe krimin. U tregu të nënat vërteta shqiptare që e bojkotuat atë. Miqtë e mi, po e nesërmja në Tiranë, ja thanë sheshin, qytetarët e Tiranës ja thanë sheshin e Tiranës. Nderim socialistëve të Tiranës, nderim qytetarëve të Tiranës, që e lanë të flasë me vete në sheshin Skënderbeg, narkodiktatorin dhe i dhanë atë që meritonte. Edi Rama, je i pa shpresë, e bitise si që meriton. E bitise si që meriton. Ka 2 ditë të net që nuk fle dhe merret duke i vu nofka të ndryshme gjigandit, gjeniu, bashkë gjeniu të rikëthimit të të madh në histori, Krishna Civitas, arkitektit të rikëthimit Sali Berish dhe të propozitës shqiptare në pushtet. Edi, prit, se do marrësh vesh prap, se kush përfaqëson tani anën kreative, kur të marrësh vesh se Walt Disney është në mbështetje tuaj, bëhen plur të gjitha mashtrimet e tij. Miq, ndaj dhe unë ju thash ju sot jeni simboli fitores, ndërshmëria juaj, qëndresa juaj, shpirti juaj i mirë, është simboli asaj që do arrijmë ne. Prej 2 muajsh, përballen 2 alternativa. Përballet një alternativë e cila pasi ka grabitur, plaçkitur 12 vite qytetar shqiptar, pasi ka mashtruar ditë e natë dhe s'ka mbajtur dot asnjë premtim, të fshihet pa zhabave, hardhucve, prapa avertebrorve, reptilve,
Dhe beson o qytetar të dashur, se në këtë mënyrë ai do t'u futoj ju, në këtë mënyrë ai do t'u shpërqendroj, në këtë mënyrë qytetarët nuk do pyesin se çfarë programi ka për jetën time, për punën time, për shëndetin tim, për fëmijët e mi, për mirëqenien time, për të ardhmen e Shqipërisë. Këto për te nuk ekzistojnë. Ekziston vetëm përpjekje e turpshme, shpifur, për t'i mashtruar qytetarët, për të mbyllur ekranet televizive. A e dini ju? Sot një bashkëpunëtor imi më njoftoi. Mja lulluan, tha, dy studio mja lulluan ftesat. Po pse i thash unë? Më thanë se ka urdhëruar Rama nuk vinë socialistët. Zdalin dot, s'përballen dot, se kanë vetëm mashtrime, se kanë vetëm vjedhje, se kanë vetëm mëkate. Janë shkputur, jetojnë në një realitet të paqen, jetojnë në një realitet të cilin çdo ditë më shumë po ta hetosh të trishton, të jep dhimbje në zemër. Sot unë takova një grup përfaqësuesish të qytetarëve shqiptar, qytetarëve tanë me aftësi ndryshe. Ato që ata deklarohen aty në shumë aspekte janë të pabesueshme. Nga viti 2013, jo vetëm që nuk ishte shënuar asnjë përmirësim, asnjë shtesë, por ishin ulur. Ipnin, mirnin, më falni, mirnin 100.000 lekë kujdestari. Çfarë të bëj unë, tha? Burri i bocë, i ndëruar. Tani tham japi 20.000 lekë. Po çfarë kujdestarie mund të bëj me 20.000 lekë? Naftën ja u kishin jo për gjysmë, por ulur me 5 herë. Një iri i lindur me shikim të humbur, mbalte frymen me 14.000 lekë. Pensionistë të tjerë me 70.000 lekë. Braktisje dhe vetëm braktisje ishte ajo që në vinte në mend. Duhet mos kesh zemër. Duhet të mos kesh zemër njeriu. Të mos kesh ndjeja. Të mos jesh prind. Të mos jesh baba, të mos jesh gjysh. Të lësh 760.000 pensionist të flasin me vete për kafshat në gojës dhe për ilaçet, si t'i leje Edi Rama. E kam thënë shumë herë, do ta them kudo. O si mundet? Si mundet tu marrish qytetarve 8 miliardë euro taksa dhe tu japish këtyre burrave dhe grave fisnik që me djersën e tyre, mendjen e tyre kanë prunë Shqipërinë gjerë këtu 16 milion euro. Nuk ka mallkim që nuk meriton, nuk ka sharje që nuk meriton. Na edhe ne ndalemi këtu tek paketa e dhimbshurisë. Na edhe ne ndalemi këtu me vendimin solem, me zotimin para jush, se parat pas gjithash, taksat tuaja do t'ja u kthejmë ju në rroga, pensione, shërbim shtetësor, arsim dhe investime.
Nuk do ketë pension në Shqipëri. Nuk do ketë pension në Shqipëri në 200 euro. Nuk do ketë shqiptar që do firmos me më pak se 200 euro. Jo, pensionet mbi 200 euro do rriten 20%. Rrogat minimale do rriten nga 400 në 500 euro. Rrogat mesatare do rriten 1200 euro. Rrogat e mësuesve do rriten në 1500 euro. Po, do kthejnë ju njërë parat, se parat janë tuaja. Nuk janë për të zhgryë në luksin e neveritshëm qeveritar. A i patë si dolen, tek hidhin val në hajdutit, me gjigla migë aksesore, 10.000 euro. A i patë si dolen. Këthimi parave tek ju. Kthimi parave tek ju është detyrimi i parë dhe më madhor i qeverisë pas 11 maj. Në 100 ditë të para, pakete e dhimbshurisë do t'jetë ligj, do t'jetë fuqi, dhe jo vetëm aq. Jo vetëm aq, le të dërdollisaj nga mbjezi gjerdark për zhaba, për hardhus dhe zhapi, kurse ne u premtojmë shqiptarve kudo që janë, se përveç 200 euro minimum jetik, do kenë kartë e konsumatorit. Kartë e konsumatorit do thotë që rogultit, pensionistët, ata që janë në ndihmë ekonomike, të tjerë që janë të papunë, ushqimet do t'i marrin 20% më lirë. Shteti do të kthejë atyre para. Unë jam mjek, por nuk është nevoja ti është mjek të shohësh dramën njerëzore të asaj që është më fisnikja, të asaj që është më humania të sistemit shëndetësor. Të dashur miq, ai që flet për hardhus dhe zhapi, ai se shqipron do të fjallën shëndetësi, kujdes shëndetësor. Çfarë ndodh sot? Ju njoftoj lajmet e fundit. 10 ditë të fundit të çdo muaj. Spitalet, njësit ambulatore nuk bëjnë dot asnjë analizë, sepse parat i vjedh PPP e analizave me Edi Ramen. E pa imagjinueshme. Ndërpriten me urdhër. Pra, shqiptarët mund bëjnë analiza vetëm 20 ditë të para. Të tjera të gjitha nga xhepi. Turp. Hajni e pa imagjinueshme. Çfarë ndodh? Me ilaçet. Një kryeministër që e pranon se janë krye krime kundër njerëzimit, me të smur në spital onkologjik, se janë lanë pa mjekim në mshirë të smundjes pa mshirë. Dhe nuk merr asnjë mas. Është bashkautor në vjedhje e ilaçeve të tyre. Jam sot këtu për të zotuar para shqiptarëve. Se 100 ditë e para
kjo gjendje merr fund përmbyset dhe vetëm përmbyset. Jam sot këtu për të zotuar para jush, qytetare të mirë të Durrësit, se lista e rimbursimit do të jetë lista që ka Republika Italiane. Po! Nuk bazohemi dot në rroga me ta, nuk bazohemi dot me mirëqenjen me ta, po në hallin e jetës do bazohemi me ta. Dhe do marrim ato ilaçe, do paguajmë ato ilaçe që paguajnë ata. Dhe në Shqipëri nuk do futet dot asnjë ilaç i cili nuk është shitur dhe nuk shitet në 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Firma Nushi dhe Doshi do të shkojnë para ligjit të dyja. A e dini ju që Vilma Nushi që ndan parat, bashkëshortja kushurive të Edi Ramës, ndan parat me Edi Ramën, ka përjashtuar nga check-upi pensionistët. Ju them unë ju miq, unë jam mjek, asnjë vend në botë nuk paguon check-upin. Por, ka një moral që pensionistëve, për shkaqe tashmë të njohura, 2 herë në vit t'ja u bësh falas ilaçe, analizat. 2 herë në vit do kenë analizat falas. Ne kemi program dhe ne do të bëjmë ju krenar me programin me cilin do të trokistin në çdo derë tek shqiptarët. Leri ata me zhapi dhe ardhuca, socialistë dhe socialiste, bashkohuni me demokratët, bashkohuni të heqim këtë keqe të madhe. Ky është program për gjithë shqiptarët. Shqipëria në madhështi në shpirtit tuaj është Shqipëria madhështore. Nuk mund tjetë kur e tillë, në qoftë se ne flem mbi vuajtjen, mbi dhimbjen, mbi lëndimin. Jo, po përsëri, Shqipëria madhështore nuk është një projekt, në qoftë se ne nuk garantojmë një ekonomi të fortë, prodhim dhe vetëm prodhim. Në të 4 anë të Shqipërisë, rroga të larta, prodhim dhe vetëm prodhim. Shqipëria është vend i bekur, me rezerva të jashtëzakonshme, në toksore, mbi toksore turistike të gjithanshme. Shqipëria po rrokulliset. Narko-euro ka rrëzuar Shqipërinë për tokë ekonominë e saj. Merr fund. E gjithë filozofia jonë, i gjithë besimi ynë është qëndron o qytetar në besimin që kemi tek fuqia jote si njeri i lirë, për ekonomi, për ndërtuar ekonominë, për ndërtuar mirëqenjen. Ne besojmë të iniciativa ju e lirë. Pasurit publike do i shtrojmë në pasurit tuaja. Para të ardhurat do t'i shtrojmë në rroga dhe pensionet tuaja. Taksat do t'i përgjysmojmë kudo. Dhe më shumë se përgjysmim, jam këtu për t'u zotuar para jush, se taksa 10% do jetë ndër firmat e para që do vendosim mbi tatim fitimin. Jam këtu për të zotuar para jush.
Se të vëshëja, një tabu, po thuj 30 vjeçare, do zbresi nga 20 në 15%. Se politika stimuluese, favorizuese, për këthim në shqiptarve nga diaspora, do t'implementohen me njëherë. 5 vite pas t'i taks. Kredit të buta për ta. Kredit buta për të gjitha gratë që duen të bajnë biznese. Grante për to. Kredit buta për të rinjë që nisin biznesin. Do bëjmë gjithçka që të rritë ëndrën e tyre të ndërtojnë në Shqipëri. Shqipëria madhështore së ndërtojnë kur në qoftë se të rritë nuk ndërtojnë në këtë tokë, në këtë vend ëndrën e tyre. Shqipëria madhështore, Shqipëria e ëndrave të rritë shqiptarë. Da edhe ne do bëjmë çdo gjë për shkollimin e tyre, për punësimin e trive, për strehimin e tyre. Do kreditojnë strehimin, startupet e tyre. Miq, Shqipëria e ka jetike, energjinë, vitalitetin e të rive të saj. Do bëjmë gjithçka të kthehemi nga diaspora. Me politika demografike ne do paguajmë nga linja gjerë në 23 vjeç fëmijën e tretë si shtet. Shqipëria bëhet madhështore vetëm atëherë kur ajo të arrijë në madhështinë e familjes shqiptare. Kur familja shqiptare tjetë një familje solide, një familje e vlerave, një familje e vizionit e edukatës. Një familje e cila kur më, në të cilën kur më s'do guxoj kush, ti thot nënës dhe babajt, prindi 1 dhe prindi 2. Morën fund këto. Këta që donin të sillnin këtë moral në Shqipëri, këta donin të shpërbënin, këta janë post-marxist, janë më të këqij se Marksi dhe s'do kenë vend kur në Shqipëri. Miq, Shqipëria madhështore kërkon pastrim në shtëpisë. Dhe unë jam këtu para jush për të zotuar në mënyrën më solemne se zero tolerancë ndaj krimit organizuar. Unë i them nga kjo sallë këtu sot, çdo banditi, i them visit të pojës, suelqels, shytve, kudo që janë, se për çdo vot do keni një vit më shumë dënim. Nëse mos prek një votën e shqiptarve, do mjerohin atë mënyrë që se imagjinoni kur. Ushtarët të keqes të Edi Ramës, guxoni dhe kërcënoni qytetarët, do të hapsoni si që meritoni. Shkoj në lushtje dhe atje, me del një Zaka, Kidiona Zaka, kandidatja e bandës. Shkoj në Elbasan, Sara Mile, me porosi Edi Rama, Suelit, këti pojës Durrësit, ashtu është ai, që puna jote do matet me votat që merr Sara. Këtu përsëri Gjushi, dhe Gjushi me fustan,
dhe poja dhe këta çdo natë. Çdo natë mblidhen si hiena për të bërë plane për të vjedhë votat e qytetarëve të Durrësit. Unë u them të treve këtyre, unë u them të gjithve, nuk do ketë dënime më të rënda kur Shqipëria se dënimin për prekjen e votës suaj. Dhe u garantoj, dëgjoni ju, bandit, se ti shpitari I parë që do të dëshmoj kundër jush do t'jetë Gysagasi, që tani u ndërsen. Shtëpia do pastrohet, as Zoti nuk hyn pa e pastruar shtëpinë. Shtëpia do pastrohet nga këta hajdut që kanë vjedhë, s'ka në anëgja pa vjedhë ju, nga këta ministra, të cilë të shgryhen në luks, të verbuar, të shkputur nga jush. A I pat, se që ndodhi ditën që hapen fushatën. Po si mundet një kryeministër të hapë shish në vers 33.000 euro? Si mundet? Po një kryeministër në botë nuk e pranon kur një dhurat të atil. Jo, I thot, kodi im më ndalon që unë të kem një dhurat të tillë. Po e marrën se ja kanë dhënë dhurat. Nuk e ka ble, por ja kanë bërë dhurat. Kur? Po njeriu që pranon orën 600.000, 500.000 euro, është I gatshëm të shitet ka me krye me lecka, të blihet nga hajdutët, nga kriminalët, dhe ky është Edi Rama. Miqtë e mi, Durrësi ka përjetuar pa drejtësi të mëdha shumë gjatë këtyre 12 viteve. Durrësi përjetoi një fatkeqësi të madhe me tërmetin. Me tërmetin, rinërtimin, Edi Rama, Bashkia e Durrësit, bëri biznes për vetë e vetë. Dhe sot, Durrësakt janë jashtë. Dhe sot, Durrësakt janë me shtëpi gjysmë rënim. Dhe sot Durrësakët janë pa bonuset e qerave. I garantoj ju se përparësia absolute e buxhetit të shtetit vitin e parë do t'jetë ndarja përfundimtare me pasojat e tërmetit në Durrës, në Krujë, në Kurbin dhe kudo që janë. Nuk duhe as të ndjell, as të trem njerëz, por ne kemi një memorje. Ne s'mund të harrojmë kur viktimat e Thumanës. Ata burra dhe gra, as të Durrësit të ri, por ata të Thumanës e kishin një specifik. Ata në Thumanë, një tërmet I mëparshëm ja u kishte bërë me të gjithë dokumentat shtëpit të pabanueshme. Dokumenta zyrtare që tregonin se në ato pallate nuk mund banohej. Po u lviz një gozhd, u desh që të vinte tërmeti tjetër dhe ata 10 banor të mos jetojnë më. Kjo është situata se si I len Edi Rama që vjen dhe fletëm, po nuk ka përparësi më të madhe se sa ndarja përfundimtare me pasojat e atij tërmeti. Miqtë e mi, Durrësi është qyteti që në vitet e demokracisë u dyfishue. Ka Durrësin e ri, një risi
e mrekullueshme. 13 vite, Gjushi dhe Gjushja me pantallona i kanë diskriminuar banorët e Durrësit të ri, sikur të mos ishin shqiptar. Fjala ime nderit është se ata do të kenë infrastrukturën më moderne që meritojnë. Ka një moral në çdo gjë. Ju o njerëz të mirë ndërtuat vetë shtëpit, nuk ja u ndërtoj shteti. Po shteti borxhin e ka të pafund që të rregulloj, ti shtroj ato, ti sistemoj, ti bëj lagje, siç meriton të qytetit dhe do bëhen. Legalizimet. Të gjithë dokumentacionet e mbushura të cilat me cilat Edi Rama ju man peng do të shpallen dëshmi, pronësia dhe legalizimi. Pronarve, ju jap fjalën e nderit se brenda 4 viteve dosjet e tyre, detyrimet ndaj tyre për ndjekur e politik do marrin zgjidhje përfundimtare. Janë jo të pak njerëz që pyesin, po ku do i gjeni këto para? Është e vërtet se do i bëni këto? Unë ju garantoj ju këtu, qytetarë Durrësit, këto premtime janë larg maksimales që ju mund premtoja. Nuk kam bërë kurrë, se kam bërë kurrë të turproja po të shes vetën time për atjerve. Jo, se bëj atë. Këto premtime janë 100% të realizueshme. Por ama, nuk do mundet kurrë që të zhduken 130 milion euro si të zhduken me djegësit e Tiranës. Nuk do mundet kurrë që kryeministri të vjedhë 13 milion euro me gjinsin e vetë në Porto Romano, si që kanë bërë me ato ekoparkun. Nuk do mundën kur, nuk do ndodhë kur që kryeministri juaj të mbaj dispozicion avion, sepse është kryeministër, e punë e madhe pse qenë ka kryeministër i një populli që përdor parmendën akoma, nuk mund të ketë avion dispozicion ai. Jo, nuk mund të përdor. Jo. Ka një zot që i shef gjërat. Nuk mund të shgryhet në luks, po në luks po ja u them ju këtu, më pyesni mua, kam shëtit jo pak, kam qenë gjitha kancelarit e mëdha të botës, por po ja u them ju me sinqeritet absolut se kur nuk kam pa qeveritar në luksin që shof qeveritar shqiptar në asnjë vend të lirë demokratik, përveç se në sultanate, në principata e të tjerë. Merr fund kjo. Nuk ka. Nuk mund të përzihet biznesmeni pse televizioni tim kritikon mua dhe ju paguani pastaj 110 milion euro beketit. Jo, këto s'ndodhin. Nuk mund ndërtohen rrugët me çmim të 10 fisht, me krahasuar me Kroacinë dhe Bashkimin Evropian. Nuk mund ndërtohen shkollat me çmim të 10 fisht. Modeli i tyre është 5D-ja. 5D-ja do shkoj atje ku e meriton. Pra o miq, ato premtime që kemi paraqit para jush, të cilat duhet ta them këtu, janë të kontrolluara nga fondacionet më serioze të globit, janë të mbështetura nga ekspertët më të shquar të këtyre fondacioneve. Ato premtime janë absolutisht 100% realizueshme. Dhe
dhe u garantoj ju se gara është e hapur, gjersa shqiptar të paguhen më mirë se të gjithë qytetarët tjerë të Ballkanit, sepse Shqipëria, Durrësi, është më i pasur se të gjitha vendet tjera. Ndaj dhe këto 28 ditë që kanë mbetur, t'i shtrojmë në ditët e betejës jetësore, në ditët e betejës të shansit tonë, në ditët në cilat ne, familja jonë, fëmijët tanë, shoqëria jonë, kombi ynë dhe ynë, na thrasin, naftojnë të jemi misionar, misionar, misionar. Të trokasim në çdo derë, në çdo mendje, në çdo zemër, jo si politikan, jo si partjak, por si misionar, si misionar, si misionar. Ftoj, qytetarët e Durrësit dhe Shqipërisë mos harrojnë se votat jo për Partinë Demokratike, votat jo për koalicionin e saj, janë vota për Edi Ramën dhe çdo vot për patericat e Edi Ramës është vot për Edi Ramën, është vot kundër rotacionit. Koha fton shqiptarët të votojnë ndryshimin, të votojnë rotacionin, të votojnë fitoren. Rof Shiu, rof Durrësi, rof Shqipëria. Fitore, fitore, fitore.